Bashkia Lezhë ka intensifikuar punën për mirëmbajtjen e varrezave publike që janë në administrimin e saj, me synimin për të garantuar pastërti, rregull dhe kushte dinjitoze për qytetarët që vizitojnë vendprerje të afërmve të tyre. Përmes ndërmarrjes së gjelbërimit, po realizohen ndërhyrje të vazhdueshme, ku puna është përqendruar në pastrimin e ambienteve, kositjen e barit, heqjen e vegjetacionit të dendur dhe shkurreve të egra, të cilat gjastinës së verës shtohen ndjeshëm. Sipas përfaqësuesve të ndërmarrjes së gjelbërimit, këto punime janë pjesë e një plani periodik mirëmbajtje, veçanërisht në sezonin veror ku temperaturat e larta favorizojnë rritjen e shpejtë të bimësisë. Ne si ndërmarrja e gjelbërimit, bashkëpunim me kryetarin e bashkisë, zotin Pjerineu, kemi ndërhyrë në gjitha varrezat, në varrezat e Gocës, në varrezat Kodërmaleka, varrezat e qytetit, si dhe qytetin e Lezhës, kam çfarë flas është në qytetet më të pastër të Shqipërisë. Ne po bëjmë kositje, krahasitje, pastrim në Torinësh që të dalë sa më pastër. Bari nga kohë po jep shqetësim edhe jep rrezik për nezje, flak, merr flak. Veni që nga bari e tha që është. Po i ktheni gjitha varrezat në gjendje normale. Të gjitha varrezat janë si nuk ka nevojë i shef vet, edhe çdo njeri që të shoh shifet vetë puna e pastërtia që është. Ai që nuk ka respekt për vdekurin, s'ka respekt as për gjallën. Kjo është një punë shumë e mirë, në bazë kryetarit bashkisë, në bazë bashkisë Lezhë, që po bëhet një punë shumë e mirë, natë ditë po punohet për mirëmbajtjen e gjelbërimit. Këto ndërhyrje pasqyrojnë respektin institucional ndaj kujtimit të ndjerëve, por edhe kujdesin për të ofruar familjarëve një midis të denjë dhe të mirëmbajtur në momentin kur vizitojnë varret e të afërmve. Puna ndërmarrjes së gjelbërimit është vlerësuar pozitivisht edhe nga qytetarët, të cilët shprehen se mirëmbajtja vazhdueshme e varrezave është një shërbim i domosdoshëm dhe një tregues i kujdesit që institucionet duhet të tregojnë për këto hapësira publike.